Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin korrik për shenjën tuaj. Ju jeni në muajin tuaj, është muaji ditëlindjes tuaj, gëzuar ditëlindjen të gjithë ju që e keni gjatë muajit korrik, por edhe qershor. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që do na vi në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Briciapit, energjitë të shenjave të zjarit dhe kemi 4 energji, kemi energjinë e shenjës së Demit, Luanit, Terota e Fatit, shenja e Akrepit dhe shenja e Virgjëreshës. Ju mund të keni të ascendenten ose anën këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh në fillim të javës së parë, ju mund të ndjeni të lodhur nga situata të vështira që mund të keni kaluar në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndoshta jeni ndier të sakrifikuar në lidhje me njerëz toksik që ju kanë rrethuar, me situata toksike, mund të jeni shumë konfuz në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi është një fillim jave ku ju keni marrë mësime në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni pasur në të kaluarën tuaj. Gjithsesi, shoh që do jeni më të organizuar në lidhje me emocionet tuaja, me anën tuaj shpirtërore, në lidhje me shtëpinë, me familjen, por më tepër e shoh edhe me punën këtu, sepse ju shoh që keni marrë mësime nga çështjet dhe situata që keni kaluar të vështira që ju mund të keni pasur. Dhe mund të keni qenë edhe të rrethuar nga njerëz toksik, nga situata toksike, nga tensione të ndryshme. Gjithsesi, këtu kemi planet Saturnin, është babai i zodiakut, jep vështirësi për të marrë mësime. Dhe ju i keni marrë mësime dhe do jeni më të organizuar në lidhje me gjithçka, por më tepër e shoh në lidhje me punën tuaj. Atëherë, ju shoh që ju do harrini të stabilizoni situatat në lidhje me një dashuri. Shoh që mund të keni shumë pasion në lidhje me një person dhe në mesin e javës ju do keni një takim me këtë person, do ndjeni shumë entuziast, por ndërkohë ju shoh që do jeni dhe duke e festuar. Një takim që do keni dhe fati ju ndihmon që t'i çoni gjërat para në një njohje të re që ju mund të keni. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, shoh që ju do harrini të stabilizoni situata që keni pas nga e kaluara juaj, tensione, stres, kjo tregon dhe varësi të ndryshme për një pjesë tjetër. Gjithsesi ju harrini të jeni të organizuar dhe harrini të stabilizoni gjithçka në lidhje me shtëpinë, me familjen, por edhe në lidhje me punën tuaj. Shoh festime në mesin e javës, ndërkohë mund të keni dhe një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, për një pjesë tjetër mund të investoni në shtëpinë tuaj ose në familjen tuaj. Gjithsesi është një mesjavë festive në lidhje me ju. Mund të festoni dhe rezultatet e punës tuaj, sepse shoh që do jeni më të organizuar. Dhe fati do t'ju ndihmoj që ju t'i çoni gjërat para, si në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Unë shoh që gjeni forcë në lidhje me këtë gjë për t'i çuar gjërat para, në lidhje me anën tuaj emocionale, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni gjatë javës së parë. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit dhe kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh në dilema, do t'i shihni gjërat pak me dyshim në lidhje me një person që do keni një takim. Edhe pse dëshironi t'i çoni gjërat para, fati ju ndihmon, ju mund të jeni edhe midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave të caktuara në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Mund të ndodhi që ju jeni midis personit edhe mund të jeni edhe në një
situatë tjetër familjare ose ju mund të jeni në një distancë me këtë person. Gjithsesi bini të trishtuar ose një pjesë prej jush edhe mund ta refuzojnë sepse shoh që ndjeni në dilema, mund ta refuzoni ose në rastin tjetër jeni përqendruar kaq shumë tek këto dilema saqë nuk shikoni këtë kupë emocionale që po ju vjen. Një dashuri që ky person po ju ofron. Dhe ju shoh në fund të javës jeni në një pozicion mbretëror. Jeni të vendosur në qëllimet tuaja, dilni nga kjo situatë trishtimi dhe ju sigur merrni gjithçka në dorën tuaj për të arritur qëllimet tuaja në lidhje me një njofje. Për pjesën tjetër, ju shoh që mund të jeni midis dy personave, dy situatave familjare të ndryshme, mund të jeni midis dy punëve, dy situatave ekonomike, mund t'i merrni situatat si i keni, dhe shoh që ndoshta do punoni dhe shumë dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju mos shikoni mundësi dhe oferta të tjera që do keni. Sepse unë shoh që në fillim të javës mund të jeni në midis dy ofertave, dy punëve, dy projekteve, dy bashkëpunimeve. Dhe ju jeni përqendruar aq shumë te e përditshmja juaj sa nuk shikoni një ofertë shumë të mirë që do t'ju vijë. Mund të jenë ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë ofertë pune, mund të jenë për fëmijët tuaj, varet nga situatat që keni, por gjithsesi ju shoh në një pozicion mbretëror në kuptimin që ju i vendosni qëllimet vetes në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen gjatë javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë jemi te energjia e karrocës, që është energjia juaj. Kemi energji të shenjave të ujit dhe përsëri energji të shenjave të zjarit. Në fillim të javës së tretë, ju shoh që ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja. Do jeni shumë emocional, sepse jeni te energjia juaj. Do jeni më të ndjeshëm në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni dhe shoh që do filloni të jepni drejtim situatave, duke lënë mbrapa diçka që ka qenë ose shumë e mirgullt në lidhje me ju. Gjatë këtij muaji do dilni nga këto paqartësi që keni pasur ose nga një mjegull, nga një idealizim që mund të keni pasur. Dhe unë shoh që ju do të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Do të jepni një drejtim më të mirë njofjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve. Disa prej jush do jeni në udhëtime në fillim të javës së tretë, mund të jeni duke shkuar dhe me pushime diku, por do të jepni një drejtim më të mirë dhe punës tuaj, duke lënë mbrapa të gjitha paqartësitë dhe këto mjergulla që mund të keni në mendimet tuaja. Dhe në mesin e javës së tretë, ju shoh shumë të lumtur, shumë entuziast, shumë ndjeshmëri shoh këtu. Është një moment që ju do ta kaloni me një person të dashur, për gjithë ata që janë në njofje. Do jeni duke festuar aty. Për pjesën tjetër në lidhje me familjen, festime shoh, një çlirim shpirtëror, shoh lajme të mira në mesin e javës së tretë dhe në fundin e javës së tretë ju shoh që ju do keni shumë pasion në lidhje me një dashuri. Shoh shumë zjarr këtu, e shoh që në fillim të javës. Por edhe shoh që ju do jeni në lëvizje, do jeni duke menduar, do keni ide gjatë kësaj periudhe, por i vendosni dhe qëllime vetes në lidhje me kontrata ose me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. Ju shoh me qëllime në fund të javës së tretë. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni. Mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, me prona, me punën tuaj. Gjithsesi është një javë fantastike. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt kemi të bëjmë përsëri me energji të shenjave të tokës, kemi energji të shenjave të ujit dhe kemi energjinë e shenjës së akrepit. Atëherë, në fillim të javës katërt, ju shoh një rritje tek ju. Mund të jetë rritje emocionale ku ju do keni gjatë muajit korrik, sepse jeni në energjinë tuaj dhe ju jeni një shenjë ndjeshme, ose ju do keni një rritje ndjeshmërie, ku do filloni të ndjeni në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të jeni. Shoh një rritje ekonomike, marrjen e disa parave për një pjesë prej jush dhe është një shumë e konsiderueshme, ndërsa për pjesën tjetër shoh që mund të jeni duke menduar edhe për të bërë blerje të ndryshme. Mund të jetë blerja e një shtëpie, blerja e një makine, ju mund të blini
mund të bëni blerje online, por edhe blerje të ndryshme që ju mendoni t'i bëni. Dhe shoh që do t'i bëni në fillim të javës 4. Dhe në mesin e javës 4, shoh në festime, ju sikur çelsin e kësaj dere e keni ju në dorë, për të qenë me një person të shoqërisë tuaj. Flasim këtu për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në njohje. Është një person që është në shoqërinë tuaj, ju admiron, tërhiqet shumë nga ju, dhe shoh që do jeni dhe duke festuar në lidhje me familjen, me shtëpinë, me shoqërinë, mund ta merrni festime nga më të ndryshmet. Ose ju do jeni shumë festiv, sepse shoh që është një periudhë ku çelësin e lumturisë e keni vetë në dorë, më saktë. Dhe në fundin e javës, shoh që jemi te energjia e Plutonit, këtu shoh përfundime, mbyllje të çështjeve dhe situatave që keni pas të vështira në të kaluara, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, çështje në lidhje me një shtëpi, me një pasuri, me një pronë, me një nuk e di, por gjithsesi këtë derë do ta hapni ju në lidhje me këtë gjë, duke lënë mbrapa vështirësitë, ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me punën tuaj, me anën tuaj ekonomike, ose dhe me çështje dhe situata të ndryshme, sepse gaforet dihet që kanë pasur periudha jashtëzakonisht të vështira që kanë kaluar, dhe shoh që këtu do t'i jepni fund, i mbyllni, dhe ju sikur do rilindni gjatë fundit të muajit. Gjithsesi, është një muaj fantastik në lidhje me ju jeni në muajin tuaj, gëzojeni këtë muaj, se vërtet do jetë pozitiv për ju. Ju uroj dhe një herë gëzuar ditëlindjen, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Më falni të hedh edhe një mesazh në angjit se e harrova. Se çfarë ju thon? Atëherë kemi, kjo më duket ka dalë dhe të një shenjë tjetër, kemi numrin 13, angjëlli numër 13, dhe ju thot fund një faze të vështirë, thot. Gjithçka rreth jush do zbukurohet, ka ardhur koha të ecni përpara. Dhe siç pam edhe kartën e vdekjes, ku ka planet Plutonin, që ju jepni fund një faze të vështirë. Dhe gjërat do ndryshojnë dhe do t'ju duken dhe më të bukura gjërat që ju rrethojnë. Dhe këtu flasim në lidhje me gjithçka, me dashurinë, me shtëpinë, me familjen, me punën. Më thënë, është një muaj fantastik në lidhje me ju. Ka ardhur koha vërtet që ju t'i lini mbrapa të gjitha këto vështirësi që keni kaluar deri në këto momente dhe të ecni përpara. Atëherë kjo ishte për gjithë ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse ende s'ka përfunduar, video të javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm dhe një fundjavë sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.